Sot do të flasim për çështjen e Yara Gambirasios, e cila është një 13 vjeçare që u zhduk ditën e premte në provincën e Bergamos. Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori të vërtet krimi. Nëse jeni të apasionuar pas historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar mbi video të reja. Ju kujtoj që qëllimi i kanali është informativ dhe jo gjykues ndaj personave që marrin pjesë në këtë histori. La vegetazione di un campo incolto in aperta campagna qui a Chignolo d'Isola, dove ci troviamo in questo momento a pochissima distanza da Brembate di Sopra. A 3 mesi esatti dalla scomparsa della tredicenne di Brembate, Yara Gambirasio, il suo corpo supino è stato ritrovato da un uomo che stava provando il suo aeromobile telecomandato in aperta campagna e che ha immediatamente avvertito le forze dell'ordine, polizia e carabinieri. Gjë që duhet dini është se çështja e Yarës është një rast i zgjidhur, pasi një person është shpallur fajtor, është dënuar me burgim të përjetshëm dhe në lidhje me këtë rast është bërë një hetim shumë i detajuar, janë përdorur burime dhe mjete nga më të ndryshme. Por shumë persona mendojnë që në fakt drejtësia nuk është vënë në vend. Atëherë, siç e dini, unë nuk është se jam eksperte e kësaj fushë, jam këtu vetëm për të treguar histori. Siç e thash pak më sipër, shumë persona mendojnë që drejtësia nuk është vënë në vend. Por sipas ligjit, drejtësia është vënë në vend dhe ka një fajtor dhe ligji është mbi gjitha dhe nuk jam këtu për të hedhur poshtë vendimi gjyqësor që ka marrë dikush tjetër as pak. Jam këtu për të treguar historinë e Yarës dhe historinë e atij personi që është identifikuar si vrasësi i Yarës. Do përpiqem që të jem sa më neutrale për sa i përket historisë. Okej, është pak sa e vështirë pasi në fundit edhe unë njëri jam, edhe unë kam mendimet e mia, ndoshta edhe mendimet e mia mund të, le të themi, ndikojnë në mënyrën se si e tregoj ngjarjen. Por pas kësaj hyrje të gjatë që bëra kilometrike, le të vazhdojmë me historinë. Yara Gambirasio lindi më 21 maj të vitit 1997 në Brembate di Sopra, një fshat i vogël në provincën e Bergamos. Në fakt, ishte një fshat i vogël ku të gjithë njihen me njëri tjetrin dhe në fakt kur nuk ndodhte asgjë. Yara në momentin e zhdukjes akoma nuk e kishte mbushur 14 vjeç. Ajo jetonte me familjen e saj dhe në fakt familja e saj përshkruhej si një familje e zakonshme, por jashtëzakonisht shumë e lumtur. Ajo ishte vajza e Maura Panarese dhe Fluvio Gambirasio, që punonte si gjeometër dhe kishte edhe një motor të madhe e cila quhej Keba, dhe 2 vëllezër më të vegjël, Nathan dhe Gioele. Ajo shkonte në klasën e 3 në shkollën Maria Regina dhe në fakt Yara kishte ide shumë të qarta për gjimnazin, pasi donte të vazhdonte në gjimnazin shkencor Lusana. Yara ishte një vajzë e gëzueshme, një vajzë pozitive, e dashur nga të gjithë, ishte një nxënëse shembullore, punonte fort dhe merrte nota gjithmonë të larta. Dhe një ditë kishte sjellë listën e notave në shtëpi dhe kishte treguar me një krenari të papar prindërve të saj, pasi notat e saj ishin vërtet shumë të larta. Por pasioni i saj më i madh ishte gjimnastika ritmike. Çdo të hënë dhe të mërkurë nga ora 3:30 pasdites deri në orën 6 të pasdites, ajo shkonte në palestrën sportive të Brembate di Sopra, në rrugën Locatelli. E dini që shumë adoleshentë në përgjithësi pas një pamje të qetë fshehin shumë sekrete të errta. Por në fakt ky nuk ishte rasti i Yarës. Yara ishte një vajzë që pëlqente Johnny Depp, pëlqente patetinat, picën, pëlqente jashtëzakonisht shumë të udhtonte dhe nga hetimet që u bën në fakt në pajisjet e saj elektronike nuk u gjet asgjë e dyshim. Pra në jetën e Yarës ose Yara kur nuk kishte pasur kontakte me persona të panjohur. Sipas babait të Yarës, Yara ishte shpirti i shtëpisë. Ku ishte Yara, ishte gëzim. Në fakt, Yara kishte edhe një lidhje shumë të fortë me motrën e saj Keba, ku tregonin sekretet e njëra tjetrës. Dhe një ditë në fakt Yara i kishte treguar motrës së saj se i pëlqente një djalë. Më 26 nëntor të vitit 2010, Yara kishte shkuar në palestër për të dorëzuar një radio, pasi trajnerët ishin ankuar një farë mënyrë që ajo që kishin nuk punonte. Kështu që motra e saj Keba kishte propozuar që ok, mund të përdorni radion time. Dhe atë ditë në fakt ato të dyja i morën leje nënës që të shkonin në palestër.
por fati deshi që vetëm Jara të shkonte në palestër dhe askush nuk e dinte që atë mbrëmje ajo kurrë nuk do të kthehej më në shtëpi. Dua të theksoj që më 26 nëntor ishte ditë e premte, pra nuk ishte as e hënë dhe nuk ishte as e mërkur, ditët kur Jara shkonte në palestër, pasi çdo të premte ajo qëndronte në shtëpi dhe në fakt askush nuk e dinte që Jara do të shkonte në palestër dhe në fakt deri në momentin e fundit nuk ishte e sigurt nëse Keba apo Jara do të shkonte në palestër. Thjesht rastësisht vendosi Jara që të shkonte. Jara doli nga shtëpia rreth orës 5:30, dorëzoi radion dhe nga palestra doli rreth orës 6:30 ose 6:40. Në fakt, nëna e saj e kishte porositur atë që të kthehej në shtëpi para orës 7:30, pasi bënte shumë ftohtë dhe binte dëbor. Dhe një tjetër fakt për t'u vënë në dukje ishte se palestra e saj ndodheshte vetëm 700 metra larg nga shtëpia. Por në fakt, GPS-i telefonit të saj tregonte që Jara nuk qëndroi më shumë se 1 orë në palestër. Në fakt, ajo qëndroi gati rreth 1 orë, i përshëndeti të gjithë dhe më pas doli nga dera kryesore për të vajtur në shtëpi. Dhe në derën kryesore ndodheshte babai i një shoqe të Jarës, ku ky fundit e përshëndeti dhe ajo u nis për në shtëpi. Dhe brenda gjysore ajo u zhduk, por lëvizjet e saj të fundit ishin këto. Në orën 6:44 celulari i saj u lidh me antenën Ponte San Pietro, më pas në orën 6:49 me antenën Mapello dhe në fund në orën 6:55 u lidh sërish me një antenë Brembate di Sopra. Pas kësaj asgjë dhe në fund në orën 7:11 telefoni i saj u fik përfundimisht. Nëna e saj, duke parë që vajza nuk po kthehej në shtëpi, futet në panikë sipër dhe telefonon të gjitha mikeshat e saj. Babai, nga ana tjetër, fillon ta qetësoj duke thënë që ndoshta Jara po fliste me një nga miket e saj. Por nëna nuk pret më shumë, vesh xhupin dhe drejtohet drejt në palestër. Kur shkon aty, Jara nuk ishte. Jara nuk ishte as brenda dhe nuk ishte as jashtë palestrës. Ajo dukej sikur ishte zhdukur në ajër pa lënë as edhe një gjurmë. Vajza e tyre tashmë ishte jashtë në të ftohtë dhe dëbora vazhdonte akoma e binte. Në këtë pikë, babai i Jarës shkon te karabinierët e zonës për të denoncuar zhdukjen e saj dhe me slotove u jep foton e Jarës, ku këto të fundit i bëjnë pyetjet e zakonshme pse vajza mund të ishte zhdukur, pse vajza ishte larguar nga shtëpia. Por babai përgjigjet që Jara nuk ishte pasur asnjë grindje me prindit, nuk kishte arsye pse të largohej nga shtëpia. Atëherë, ku ndodheshte vajza e tyre? Në ditët pas zhdukjes, prindit e Jarës ishin jashtëzakonisht të pafuqishëm dhe ishin të shkatruar. Në lidhje me çështjen u mor prokurorja Leticia Ruggeri. Dhe në fakt, hetimet e para nuk sollën asgjë, por duhet specifikuar që fal këmbguljes së saj në këtë histori pati një kthes të bujshme. Por le të kthehemi atë mbrëmje dhe momentin pas zhdukjes. Pas atij momenti, askush nuk e kishte parë dhe nuk e kishte dëgjuar Jarën. Dy pisat e para që ishte ajo e largimit me dëshirë dhe e rrëmbimit u hodhën poshtë menjëherë. Pasi siç u thash, familja e Jarës nuk ishte një familje e pasur dhe prindrit e Jarës ishin dy persona që punonin punë të zakonshme dhe e vetmja gjë e pasur që kishin njëri tjetrin dhe shtëpinë ku ato jetonin. Kërkimet vazhduan, por pa rezultat. Një muaj pas zhdukjes së Jarës, policët e Bergamos pikasën sjellje të çuditshme të një personi i cili njiheshte me inicialet GG. Në fakt, ky person sapo kishte dalë nga burgu pasi në një farë mënyre kishte shkaktuar vetë një aksident me kamionin e tij. Dhe ishte pikërisht ky person i cili po jepte një interes shumë të veçantë mbi çështjen e Jarës. Dhe ky person u fut menjëherë në listat e të dyshuarve. Por më vonë u përjashtua sepse nuk kishte fare lidhje. Pastaj hetuesit e përqendruan vëmendjen në një kantier ndërtimi i cili ndodheshte në Mapello. Dhe kjo gjë fal qenve gjurmues, pasi në fillim hetuesit i çuan qen gjurmues në palestër dhe qen gjurmues dolën nga dera e pasme dhe u drejtuan drejt kantierit që ndodheshte në Mapello. Por duhet dini që Mapello ndodheshte vetëm 3 kilometra larg nga Brembate. Gjë tjetër ishte se Jara kur doli nga palestra, doli nga dera e parme nëse mbani mend dhe jo nga dera e pasme. Telefonata e fundit e Jarës në fakt ishte regjistruar në linjën telefonike pikërisht në Mapello, por qen gjurmues nuk gjetën asgjë të rëndësishme. Por nga ana tjetër, hetuesit u vendosën përgjues të gjithë telefonave, pra punonjësve që punonin në kantierin e ndërtimit në Mapello. Dhe nga këto përgjime zbuluan diçka shumë të frikshme. Një 22 vjeçar, i cili ishte një maroken që quheshte Muhamet Fikri, thot një frazë shumë të frikshme në telefon. O zoti im,
"Më fal, nuk e vrava unë." Në fakt, ishte një frazë që ishte thënë në gjuhën marokene, por kjo frazë ishte përkthyer nga përkthyesi. Prokuroria urdhëroi menjëherë arrestimin e Fikri, ku ky i fundit po lundronte drejt Marokut. Në fillim u duk si një arratisje, por në fakt u kuptua që bileta që kishte prerë pra në traget për të vajtur në Marok ishte prerë shumë kohë më përpara, pra nuk kishte lidhje me Jarën. Dhe një gjë tjetër shokante që doli në dritë ishte fakti që fraza që marokeni, pra Fikri, kishte thënë nuk do thonte "O Allah, më fal, nuk e vrava unë." Në fakt, kjo frazë ishte përkthyer gabim nga përkthysit. Në fakt do thoshte "O Allah, të lutem, bëje të përgjigjej." Pasi një farë mënyre Fikri po fliste me të dashnun e tij që me sa duket kishin pasur një grindje dhe ky i fundit po thoshte frazën e famshme që gjithë ne shqiptarët e themi "O Zoti i Madh, hapa të dreq telefoni." Dhe përkthyesit e kishin kuptuar komplet gabim. Dhe normale Muhamet Fikri u shpall i pafajshëm dhe në këtë pikë hetimit ishin përsëri në fillim. Por deri më 26 shkurt të vitit 2011 kur ndodhi një kthes e pabesueshme. Ilare Skoti ishte një person i apasionuar pas aeromodelizimit. Është një hobi që rrjedh që nga teknika e ndërtimit dhe fluturimit të aeroplanëve. Ajo po fluturonte një avion lodër në fushën e Cinjolo d'Isola, 9 kilometra nga Brembate. Në një moment avioni i tij pati një defekt dhe bie, dhe në momentin e dytë kur ai shkoi që të merrte avionin, ai pa një grumbull rrobash dhe vetëm kur u afrua kuptoi që ishte një trup i pajet. La vegetazione di un campo incolto in aperta campagna qui a Chignolo d'Isola, dove ci troviamo in questo momento a pochissima distanza da Brembate di Sopra. A 3 mesi esatti dalla scomparsa della tredicenne di Brembate, Yara Gambirasio, il suo corpo supino è stato ritrovato da un uomo che stava provando il suo aeromobile telecomandato in aperta campagna e che ha immediatamente avvertito le forze dell'ordine, polizia e carabinieri. Trupi ishte i Jarës. Ajo u gjet në zonë e mbuluar nga vegjetacioni i dendur. Policia dhe karabinierët mbërritën menjëherë. Nuk kishte shenja të dukshme që tregonin shkakun e vdekjes. Trupi ishte në gjendje të dekompozimit të avancuar dhe identifikimi i saj u bë vetëm përmes rrobave që kishte veshur ajo natën e 26 nëntorit. Policët e pyesin nëse personi kishte veshur streçe të zeza, atlete të bardha, pra rrobat që kishte pasur Jara mbrëmjen e 26 nëntorit, dhe personi përgjigjet po. Scott në fakt deklaron që kishte shkuar dhe herë të tjera në atë fushë, por kur nuk ishte vënë re diçka. Gjë tjetër që deklaron ishte që ndërsa po priste autoritetet, kishte parë një person të panjohur i cili ndodheshte mbi një strukturë betoni dhe qëndroi atje për plot 15 minuta dhe po shikonte ngultazi Scott. Dhe në momentin kur dëgjon sirenat e policisë, zhduket menjëherë. Dhe në fakt, sot e kësaj dite nuk dihet se kush ka qenë ai person. Hetuesit konfirmuan që trupi i pajet i përkiste Yara Gambirasios dhe pak më vonë mbërrin dhe jati ku me slotësh merr vesh të vërtetën e dhimbshme. Ishte trupi i vajzës së tij dhe trupi i vajzës së tij gjendeshe mes shkurreve dhe ferrave. Në lidhje me këtë, shumë persona mendojnë që trupi i Jarës në fakt është postuar aty disa ditë më vonë, pasi në një farë mënyre ajo fushë ishte ekzaminuar si në këmbë, si dhe me helikopter, dhe pilotët e helikopterëve mendojnë që nëse trupi i vajzës do të ndodheshte aty në një farë mënyre, ato do ta kishin parë tashmë. Por fakti që nuk e kanë parë, mendonin që dikush e ka zhvendosur aty kohë më vonë. Në të vërtetë fusha ishte jashtëzakonisht shumë e madhe, ishte gati 7000 metra katror dhe ishte e mbushur plot ferra dhe shkure dhe ishte paksa e pamundur të dalloshte trupi i Jarës nga toka. Për më tepër, verifikimet e mëvonshme të bërë nga doktoresha Cataneo konfirmuan që materiali i gjetur në trup përputhej me atë në vendin e gjetjes. Ky element në fakt ishte shumë i rëndësishëm sepse do të thoshte që Jara ka vdekur pikërisht në atë fushë dhe ka qëndruar atje. Në farë mënyrë nuk është vendosur aty. Trupi ishte gjetur i shtrirë me kokën e kthyer majtas dhe me duart lart sipër kokës. Mbi trupin e saj kishte plak të shumta, të cilat ishin shkaktuar nga një armë e mbret. Por ashtu si bluzja, ashtu dhe streqet ishin shqyrë dhe nga kafshët e ekra, por plagët që kishte marrë nga arma e mbret duken shumë qartazi. Nga ana tjetër, autopsia dha një pamje më të qartë, me plagë më të dukshme në nofullën e djavë dhe dëmtime në qafë dhe në kyçe.
organet gjinitale nuk kishin prekur, himeni nuk kishte prekur dhe me sa duket nuk kishte pasur dhunim seksual, por analizat mikroskopike zbuluan që arma e mpret në fakt nuk mund të dallohej qartë se cila ishte për shkak të gjendjes së keqe që ishte trupi, dhe për shkak të gjendjes që ishte trupi nuk kuptohej se cila armë ishte përdorur për të shkaktuar ato plagë. Gjaku i gjetur në mbronke nuk kishte në sasi të mëdha për të shkaktuar vdekjen, dhe goditja që kishte marrë në kokë mund të kishte shkaktuar humbjen e vetdijes, por jo vdekjen. Dhe në fakt mbi Jarë nuk u gjetën shenja mbrojtje. Pra një farë mënyre Jara nuk ishte mbrojtur nga agresori i saj. Dhe kjo gjë përputhej pikërisht me goditjen që kishte marrë në kokë. Pra një farë mënyre goditja që kishte marrë në kokë kishte bërë që Jara të humbte vetdijen dhe një farë mënyre ajo nuk kishte pasur mundësi që të mbrohej nga agresori. Prerjet që ishin bërë në rroba përputheshin me të brendshmet në pjesën e sipërme të stregjës. Plaga në koraror ishte sipërfaqësore, plaga në qafë kishte prekur traken, por jo arteriet karodite. Dhe këtu gjakdere një farë mënyre nuk mund të kishte shkaktuar vdekjen, dhe gjitha kjo në nënvizon se të gjitha këto plagë nuk kishin qenë vdekjeprurse. Si rrjedhoi shkaku kryesor i vdekjes së Jarës ishin një sër faktorës, ishin plagët e mara, ishin stresi nga situata, ishin temperaturat e ulta që kishin shkaktuar hipotermin, dhe për ju që se dini, hipotermia në fakt është ekspozimi i zgjatur i trupit në temperatura të ftohta. Pra me pak fjalë, Jara kishte vdekur nga raskapitja, dhe me sa duket vdekja e saj ka ndodhur në orën 10 të darkës, në ditën kur ajo u zhduk. Aty pranë kishte edhe disa kompani dhe një diskotek e cila quheshte Sabje Mobili. Dhe në fakt këto ndërtesa kishin kamera sigurie. Por problemi ishte se kishin kaluar gati 3 muaj nga zhdukja e Jarës, dhe këto kamera të sigurisë nuk tregonin më shumë se muaj i shkurt, dhe një farë mënyre dolën të padobishme. Në trup në fakt u gjetën gjurmë pluhur i gëlqej, disa copëza metalike në formë sferike, dhe gjitha këto u gjetën si në këpucë dhe si në trup. Por duhet kuptoni që gjitha këto gjëra që u përmenda i përkasin botës ndërtimit, dhe mbajini mend këtë gjë pasi do na nevojitet pak më poshtë. Për më tepër, në fushën e çinjolës u gjetën copëza metalike, një letër e lagur të brendshme të një mashkull, një peshqir me gjak, u gjetën dhe kapse metalike. Nga peshqiri me gjak dhe nga dorezat që mbante Jara u gjet material gjenetik mashkullor. Njëri u gjet në peshqir dhe tjetri u gjet në majën e gishtit të madh të dorezave që mbante Jara, por në dorezën e majt. Dhe një material gjenetik femëror mbi majën e gishtit të mezëm në dorezën e majt, që u quajtë në fakt njeriu 1 dhe njeriu 2 dhe gruaja e 1. Por ku këto profile gjenetike pra u futën në databezin e policisë, nuk pati asnjë përputhje. Në maj të vitit 2011, RIS arrin që të marrë një mosër nga të brendshmet e Jarës, një profil gjenetik shumë i vlefshëm për krahasime, i cili u quajt i panjohur 1. Ishte një profil shumë më i pasur dhe shumë më i lidhur se ato të njeriut 1, njeriut 2 dhe gruas 1. Kështu që hetimet u përqendruan tërësisht te identifikimi i këtij të panjohur 1. Në rrobat e Jarës në fakt u gjetën dhe ADN të tjera, ADN e motrës, e prindërve të saj, e vëllezërve të saj, por një gjë që u tërhoqi vëmendje hetuesve ishte ADN-ja që u gjet në të brendshmet e Jarës, pasi vendi që ishte gjetur ishte jashtëzakonisht shumë delikat, dhe si përrjedhoj i çonte hetuesit të mendonte që ajo gjurmë i përkiste vrasit të Jarës, pra të panjohurit numër 1. Nga ai moment, hetuesit u përqendruan vetëm tek i panjohuri 1 dhe kërkimet për të gjetur këtë person. Dhe tashmë me gojën plot mund të them që kemi arritur në pjesën më të ndërlikuar të hetimit. Në fakt është jashtëzakonisht shumë e veçantë për të dëgjuar, por edhe nga ana tjetër pak e vështirë për të treguar nga ana ime, sepse ka jashtëzakonisht shumë terma mjekësor. Do mundohem që të jem sa më e qartë, të shpjegoj sa më pastër, por ju kërkoj ndjesë nëse bëj ndonjë gabim të vogël. Nga mostrat e mbledhura u evidentua se i panjohuri 1 duhet të kishte sy të çelët, dhe probabiliteti pra që të kishte sy të çelët ishte 94.5%. Probabiliteti që të kishte sy të ndërmjetëm ishte 4.5% dhe që të kishte sy kafe ishte 1%. Kështu që në këtë pikë hetuesit morën një vendim. Kishin ADN-n e të panjohurit 1. E dinin që ishte një burr me sy blu dhe ishte vrasi i Jarës. Dhe vendosën ta krahasonin këtë mostrën e ADN-s me sa më shumë burra që ishin me sy blu, që një farë mënyrë të kishin të gjenin ndonjë përputhje. Hetuesit në fakt kishin marrë përsipër një procedurë jashtëzakonisht shumë gjigande dhe ishte mbreslënse. Por nga ana tjetër, kjo procedurë nuk ishte përdorur më përpara në Itali, dhe për shumë persona pra që nuk ishin ekspert kësaj fushë, këtu fusë dhe veten normale, nuk besonin në besueshmërinë e kësaj procedure.
por në fakt kjo procedurë nuk njiheshte në Itali, por në vendet e tjera, për shembull siç ishte Amerika, ishte një procedurë që bëheshte zakonisht. Hapi i parë i hetuesve ishte që të kontrollonin në databazin e tyre, pra nëse një farë mënyre personi me këtë ADN ishte i regjistruar më parë, por në databazin e tyre nuk doli asgjë. Kështu që ajo që duhet bënin ishin të ekzaminonin çdo burr i cili kishte sy blu. Pra, një farë mënyre ishte sikur të kërkoje gjilpër në kasht. Hetuesit kishin përpara një punë zakonisht të madhe. Vetëm punëtorët që ndodheshin në kompaninë në zonën e Bergamos ishin gati 17.000 persona. Dhe mbi gjitha dhe 3.400 persona të tjerë të cilat frekuentonin palestrën e Jarës ku futen familjarë, fshin dhe gjitha kontaktet që ndodheshin në telefonin e saj. Hetimet u përqendruan tek banorët e Brembate di Sopra dhe pikërisht tek banorët që kishin përdorur të njëjtat qeliza telefonike si të Jarës. Por fatkeqësisht dhe nga kjo gjë nuk doli asgjë në dritë. Nga ana tjetër, ju nënshtruan të gjithë burrat që frekuentonin diskotekën Sabia Immobili, ju nënshtruan pra që të bënin tampone pështyme. Dhe nga këto tampon u zbulua një burr i cili quheshte Damiano Guerinoni dhe në fakt ADN-ja e këtij burri përputheshte me ADN-n që ishte gjetur në të brendshmet e Jarës. Por ka një por. ADN-ja e tij nuk përputheshte 100%, por ishte aq e përputhshme sa të mendoj që ky person ishte i panjohur i një. Por nga ana tjetër, Damiano kishte një alibi shumë të fortë. Në fakt, ai ndodheshte në Peru natën kur u zhduk Jara, kështu që në farë mënyre nuk mund të kishte qenë ai përgjegjësi. Me këtë zbulim, hetuesit filluan që të fokusohen më shumë tek familja e Damiano Guerinoni dhe në fakt u ndërtua linja e tij e gjakut dhe shumë persona të familjes ju nënshtruan analizave për identifikimin e të panjohurit një. Në një moment, ADN-ja dha një përputhje me një person tjetër i cili quheshte Pierpaolo Guerinoni, i cili ishte djali i një burri me emrin Giuseppe Guerinoni, ku kishte 3 fëmijë. Dhe sipas ADN-s, pra i panjohuri një ishte vëllai i Pierpaolos dhe i 2 fëmijëve të tjerë, dhe biri biologjik i Giuseppe Guerinoni. Po më ndiqni apo jo? Por problemi ishte se Giuseppe kishte vetëm 3 fëmijë dhe asnjëri prej tyre nuk ishte i panjohuri dhe hetuesit dolën në përfundim se i panjohuri me sa duket ishte një fëmijë jashtëmartesor i Giuseppes me një grua tjetër, pasi miqtë e mi, ADN-ja nuk gënjen kurrë. Por një tjetër problem ishte se Giuseppe Guerinoni kishte vdekur në vitin 1999 dhe nuk mund të jepte shpjegime. Por për çdo problem ka një zgjidhje. Për të testuar ADN-n e tij, në fakt ato morën mostra nga pështyma mbi pulla të vjetra dhe etiketa të makinës së tij, të cilat u konfirmuan me 99.99929% që e panjohuri një ishte djali i tij. Pas kësaj, hetuesit vendosën që të gjurmonin të gjitha gratë me të cilat mendoheshin se Giuseppe Guerinoni kishte pasur marrëdhënie jashtëmartesore. Dhe gjatë këtij hetimi u zbulua një grua e cila quheshte Ester Arzufi, që më përpara kishte jetuar në Pare dhe më pas ishte transferuar, gjeni pak se ku? Po, pikërisht në Brembate di Sopra. ADN-ja e të panjohurit një përputhe 50% me ato të Ester, pasi Ester normale ishte nëna biologjike e tij dhe hetimet në fakt u thelluan më shumë mbi djalin e saj të madh, i cili quheshte Massimo Giuseppe Bossetti, që kishte lindur në momentin kur Ester ishte transferuar nga Pare në Brembate di Sopra. Për të hetuar më tej, hetuesit vendosin që të hyjnë në shtëpinë Bossetti me justifikimin që do të kontrollonin matësin elektrik, por nga ana tjetër e mbushën shtëpinë plot përgjime dhe kamera të fshehta. Por më 15 qershor të vitit 2014, Bossetti ndalohet nga një patrull policie dhe ju bë testi i alkoolit dhe në momentin kur ju bë testi i alkoolit i morën ADN nga frymarrja e tij. Dhe miqtë e mi, rezultatet ishin shokuese. ADN-ja e të panjohurit një përputhe me 99.9999987% me ADN-n e Massimo Giuseppe Bossetti dhe mund të them me gojën plot që sapo kishin gjetur të panjohurin një. Nga ana tjetër, Ester deklaron që djali i saj nuk është fryti i një marrëdhënie jashtëmartesore. Ajo deklaron që e njihte Giuseppe Guerinonin, por vetëm kaq, nuk kishte pasur kur marrëdhënie me të. Por një rastësi, le themi, shumë e veçantë që nuk e di nëse keni vënë re deri tani, Massimo ka një emër të dytë. Quhet Massimo Giuseppe Bossetti, pra si Giuseppe Guerinoni. Rastësi, në një emision televiziv, Ester është shprehur se ginekologu i saj i ka bërë një inseminim artificial pa e ditur fare ajo.
Pra, një farë mënyre, përveç se i ka bërë inseminimin, i ka futur dhe spermën e fshinjit të saj, pra pa e ditur ajo dhe bashorti i saj aktual. Pra, duket jashtë çdo logjike, por gjithsesi. Por nga ana tjetër, fëmijët e ginekologut e kanë paditur ese për këtë deklaratë që ka bërë. Për ta përmbledhur të gjithën, Massimo Giuseppe Bosetti është padyshim i panjohuri numër 1, sepse ADN-ja e tij ishte gjetur në të brendshmet e jarës. Megjithatë, rreth ADN-s ka pasur shumë polemika, sepse në kampionin e ADN-s të quajtur 31 GNL9 u gjet ADN-ja bërthamore e të panjohurit 1 dhe 2 ADN mitokondriale, njëra i përkiste jarës dhe njëra i përkiste një personi tjetër të panjohur, i cili u njoh me emrin i panjohuri numër 2. Duhet të dini që ka dy lloje ADN-sh, ADN bërthamore dhe ADN mitokondriale. ADN-ja bërthamore është ADN-ja e brendshme që është bërthama e ADN-s dhe është unike në çdo individ, pra përdoret për identifikimin e personave dhe dy persona të ndryshëm kur nuk mund të kenë ADN bërthamore të njëjtë, vetëm në rastin e binjakëve, por kjo është temë tjetër. Ndërsa ADN-ja mitokondriale është ADN që trashëgohet vetëm nga nëna dhe është e njëjtë për shumë anëtar të tjerë të familjes dhe s'mund të përdoret për identifikimin e personit, pasi siç u thash, për identifikimin e personit mund të përdoret vetëm ADN-ja bërthamore, pasi është unike në llojin e saj për çdo person. Pra, një farë mënyre, brenda kapionit 31 GNL9 u gjetën dy lloje ADN-sh. ADN-ja bërthamore që i përkiste Bosetti, që ishte i panjohur numër 1, dhe ADN-t mitokondriale, njëra i përkiste jarës dhe tjetra i përkiste një personi tjetër, i cili u quajt i panjohur numër 2. Pyetja ime është që pse kur nuk u hetua ky i panjohur numër 2? E kuptoj që ADN-ja mitokondriale pra nuk e zbulon personin se cili është saktësisht, por nga ana tjetër Bosetti mund të kishte pasur dhe bashkëpunëtor, pasi u gjet dhe ADN-ja e këtij të panjohurit numër 2. Por në fakt kjo ADN e këtij personi kur nuk u mor në konsiderat. Pra, u la jashtë loje. Polemikat të tjera linë sepse kampioni 31 GL9 mbeti në trupin e jarës dhe si pasojë ishte ekspozuar ndaj motit të keq, të ftohtit, ngrirjes dhe shkrirjes për një kohë jashtëzakonisht shumë të gjatë për 3 muaj. Kjo ngjalli frikën se kampioni mund të ishte shumë i dëmtuar, ndoshta i papërshtatshëm për tu analizuar me saktësi dhe për të vërtetuar që ADN-ja e të panjohurit 1 i përkiste pikërisht Bosettit. Por kur gjatë gjyqit të shkallës së parë për vrasjen e jarës, kryetari i gjykatës së Asizes së Bergamos i kërkoi kreut të ri së Parmës, Gian Pietro Lagos, të shpjegonte. Ai tha kështu: probabiliteti që t'jetë bërë një gabim në faktin që ajo ADN e përzier me atë të jarës është e të panjohurit 1, në fakt është 1 në 20 miliard. Për të dhënë një shembull konkret, keni parasysh atë super Ernolotën që ti duhet të bien 6 numra që të fitosh shumën e madhe? Okej. Probabiliteti që ti të fitosh 6 numrat në super Ernolotën është 1 në 620 milion. Pra, një farë mënyre, probabilitet më i lartë është që ti të fitosh Ernolotën me 6 numra se sa t'jetë bërë një gabim në atë lloj analize. Dhe si përfundim, gjykata mori një vendim. I dyshuari numër 1, pra ose më saktë i panjohuri 1, ishte pikërisht Massimo Giuseppe Bosetti. Po kush ishte në të vërtetë Massimo Bosetti? Massimo Bosetti lindi më 28 tetor të vitit 1970 në Cluzone në provincën e Bergamos. Ishte i biri i Ester Arzufi dhe në teori i Giovanni Bosetti. Por siç e kemi parë, babai i tij biologjik është një tjetër. Ai në fakt ka dhe një motër binjake, Laura Letizia, e cila është gjithashtu vajzë ilegale e Guerinonit. Bosetti megjithatë kishte aspirata të mëdha, donte që të bëhej sipërmarrës e një kompanie ndërtimi, sepse kishte punuar gjithë jetën e tij si murator. Në pamje të parë dukeshte një person shumë i qetë, një person shumë i thjeshtë, ishte martuar me Marta Komin, kishte 3 fëmijë, 2 vajza dhe një djalë, dhe jeta e tij familjare, pra jeta e tij që bënte ishte një jetë shumë e qetë, një jetë shumë e zakonshme, pra një jetë që bëjnë gjithë personat normal. Kështu që as në sfundin familjar nuk kishte asgjë të pazakon, por nga ana tjetër, pas arrestimit të tij doli në pa shumë gjëra të tjera. Në fakt, Massimo Bosetti bënte 4 jetë të ndryshme. Jeta e parë ishte jeta e fasadës, pra ajo që tregova pak më sipër që ishte babai perfekt, burri perfekt dhe bënte një jetë normale. Jeta e dytë ishte jeta që u tregonte kolegëve të punës. Sipas hetuesve, kjo ishte një shenjë e
e tiparit të një vrasi, pra gënjeshtat patologjike, pasi dhe në gjykat u pa mania e tij për të gënjur. Dhe në fakt kishte marrë pseudonimin përralla nga miqtë dhe kolegët e tij për shkak të historive të pavërtetë që ai shpesh tregonte. Imagjinoni që u kishte thënë kolegëve të tij që doktorët i kishin gjetur 2 tumore në tru, por në fakt ky i fundit nuk i kishte thënë gruas së tij për shkak që ajo kishte pësuar një abort spontan dhe mbi të gjitha i kishte thënë që gruaja e tij në një farë mënyre e kishte denoncuar në polici për keqtrajtime, pra gjëra pa pikë lidhje. Siç ju thash, pra gënjeshtra ishte pjesë e jetës së tij dhe në lidhje me rastin thotë që ai nuk e njihte Jarën, nuk e dinte se kush ishte, nuk kishte të bënte fare me të dhe mbi të gjitha nuk e kishte vrarë ai Jarën. Por për sa i përket ADN-s që u gjet në trupin e Jarës, ai e shpjegon në këtë mënyrë. Ai thotë që i kanë vjedhur mjetet e ndërtimit nga kantieri i punës dhe të këto mjete në fakt ishin të njollosura me gjak, sepse vuante nga gjakderdhja në hund dhe pretendonte se dikush i ka vjedhur mjetet e punës që i mbante me çelës dhe këto mjete në fakt ishin njollosur me gjak për shkak të gjakderdhjes që ai shpesh kishte nga hunda. Pra, hipoteza se dikush ka përdorur mjetet e tij për të vrarë Jarën, kjo shpjegon ADN-n që ishte gjetur në trupin e Jarës. Dhe siç ka thënë vetë Boseti, Teuithikës mund të ketë qenë imi, por nuk isha unë ai që kreu krimin. Jeta tjetër ishte jeta e fshehtë. Në pajisjet e tij elektronike në fakt u gjetën shumë kërkime për faqe pornografike, foto, video që kishin të përbashkëta vajza të reja në pamje. Imagjinoni që fjalët kyçe që përdorte për të gjetur këtë faqe pornografike ishin ose vajza të reja ose vajza të virgjura me flokë të kuqe. Imagjinoni që fantazit e tij seksuale ishin pothuajse të ngjashme me karakteristikat e një pedofili. Në fakt, kjo gjë ka shkaktuar shumë polemika, sepse shumë persona thonë që nëse një person shkon që të shikoj pornografi, shkon në kategorinë teen, që supozohet që tjetë kategoria teenager, dhe ka shumë vajza të vogla që nuk janë të vogla, po ngjajnë në fytyrë të vogla. Dhe duhet thënë që kjo gjë është legale përderisa është në internet. Dhe në këtë rast, ky person që është regjistruar në këtë sito, shef këto video, shef këto foto, pse kjo gjë një farë mënyre duhet të përdoret si provë dërmuese në një vrasje? E kuptoj që le të themi është diçka ilegale, është diçka që mund të jetë edhe red flag, po në një farë mënyre nuk është një provë përfundimtare që ky person është i aftë për të vrarë dikë. Jeta e tij e katërt, në një farë mënyre, ishte jeta që as vetë Boseti nuk e dinte që e kishte, pra që ekzistonte. ADN-ja e të panjohujt një tregoi që ishte i bir i Giuseppe Guerinonit. Siç pa më parë, duket se zonja Arzufi, nëna e Bosetit, e mbajti këtë të fshetë për 40 vite. Dhe kjo gjë nuk do të ishte zbuluar nëse ai nuk do të ishte identifikuar si vrasi i Jarës. Pas ditën e 16 qershorit 2014, karabinierët dhe policia shkuan në kantierin Seriate ku Boseti po punonte. Fillimisht në fakt kontrolli u paraqit si një kontroll rutinë për të kuptuar cilët punëtor ishin të pa regjistruar. Dhe në fakt të gjithë mbetën të shokuar dhe i vetmi person që lëvizi nga skela ishte zoti Boseti. Në momenti kur Massimo Boseti lëviz në një farë mënyrë për të kuptuar se çfarë po ndodh që ka kaq shumë policët menjëherë fillojnë që të thrasin, po arratiset dhe menjëherë e arrestojnë. Dhe më 16 qershor, Massimo Boseti arrestohet për vrasjen e Jarës, por megjithatë u shpall i pafajshëm. Avokati e tij atëhershme, një grua e cila quhej Silvia Gazeti, në fakt tregon që Boseti ishte shumë i tërnditur nga arrestimi i tij dhe nuk kuptonte se çfarë po ndodhte. Kur kjo e fundit i shpjegoi një farë mënyre arsyen se pse ishte arrestuar, ai në mënyrë të lehtësuar tha: thjesht është ndoshta një keqkuptim dhe do të kthehem shumë shpejt në shtëpi." Por në fakt që nga ai moment ai kur nuk e pa më derën e shtëpisë së tij. Më 27 prill të vitit 2015, Boseti u dërgua për gjykim dhe më 3 korrik filloi procesi ku ai ishte i vetmi i pandehur. U desh më shumë se një vit për të ardhur vendimi i parë më 1 korrik të 2016-s. Tani, të rikujtojmë pak provat që çuan në arrestimin e tij. E para ishte ADN-ja, pra i panjohur, një prova më e rëndësishme. ADN-ja në fakt nuk u analizua kurrë nga mbrojtja dhe në fakt është një e drejtë thelbësore për të akuzuarin. Dhe kjo gjë nuk u analizua me pretekstin se mostra ishte shumë e vogël dhe nuk mund të ribëhen analiza të tjera. Dhe nga ana tjetër, ju dha mbrojtjes, le të themi, dokumentacionin mbi vlefshmërinë e kësaj analize. Por për sa i përket kërkimeve pornografike në internet, këto prova nuk mund të merren si vendimtare. Unë e kuptoj që është diçka shqetësuese, është diçka imorale, mund të jetë dhe një red flag.
por në fakt kjo gjë nuk mund të merret si provë dërmuese që zgjidhja e një vrasje të bazohet te kjo gjë. Nga ana tjetër, mikogrimsat dhe fribrat janë prova rrethanore. Okej, janë të lidhur me profesionin e tij, por nuk provojnë asgjë në mënyrë direkte, pasi shumë persona punojnë në ndërtim dhe kanë fugon me sedile të kuqe. Prova tjetër ishte videoja e fugonit. Dhe në fakt videoja e fugonit është një çështje e diskutueshme, sepse për muaj të tërë janë transmetuar pamje që tregonin një fugon duke kaluar vazhdimisht para palestrës. Por në gjyq doli që videoja ishte e manipuluar. Dhe në fakt kreu i ris e deklaron këtë gjë. Tregon pra pohon që kjo video ishte bërë posaçërisht për shtypin. Por thekson që në mesin e atyre kalimtarëve duket se vetëm një mund të ketë qenë realisht fugoni i Bosetit, por kjo gjë nuk u vërtetua kurrë pasi targat ishin të palecueshme. Dhe së fundmi ishin qelizat telefonike. Në një farë mënyre Boseti nuk kishte asnjë alibi, nuk e dinte se ku ndodheshte atë mbrëmje. Dhe në fakt nuk është e çuditshme pasi arrestimi i tij ndodhi pas 4 vitesh, pasi shumë persona nuk mbajnë mend se çfarë kanë hëngër mbrëmje, imagjino tu përfshit dhe veten. Jo më të mbaj mend se çfarë ka ndodhur më 26 nëntor në orën 6 të mbrëmjes në vitin 2010. Kështu që hetuesit vendosen që të kontrollojnë qelizat telefonike për të kuptuar se ku ka qenë ai atë ditë. Dhe ajo që zbuluan ishte jashtëzakonisht shumë e frikshme. Më 26 nëntor të vitit 2010 në orën 6 të mbrëmjes, pra rreth orës ku Jara u zhduk, telefoni i tij për çudi ishte i fikur dhe është shëndezur të nesërmen në orën 7 të mëngjesit. Pra, diçka jashtëzakonisht shumë e dyshim. Fakti që telefoni i Bosetit ishte lidhur me të njëjtën qelizë telefonike, siç ishte i lidhur telefoni i Jarës me një orë diferencë, nuk tregon që e ka vrarë ai. Ndoshta ato të dy ndodheshin në të njëjtën zonë. Dhe unë e kuptoj që kjo gjë është jashtëzakonisht shumë e dyshimt, por nuk e di nëse është aq shumë e dyshimt sa për të dënuar një person me burgim të përjetshëm. Juve si mendoni? Ma shkruani poshtë në komente. Gjatë procesit gjyqësor në fakt u ngrit dhe një pyetje. A njiheshte Boseti me Jarën? A kishin ndonjë lidhje me njëri tjetrin? Në fakt fatkesisht nuk mund dim le të themi një përgjigje për këtë pyetje, por shumë persona, ose më saktë disa persona mendojnë që ato njiheshin me njëri tjetrin. Një grua me emrin Alma Azolin pretendon që ka parë atë mëngjes Bosetin së bashku me Jarën dhe menjëherë hedh poshtë të gjithë atë që pretendonte akuza, pra që Jara nuk njihej me këtë person. Azolin thotë që kishte parë Bosetin dhe Jarën në parkingun e varrezave të Brembates në periudhën mes gushtit dhe shtatorit të vitit 2010. Dhe kjo gjë sepse vajza e saj ndiqte një kurs afër qendrës së palestrës ku stërvitej Jara dhe në një moment ajo shkon në parkingun e makinave për nevojat e saj fiziologjike, pasi donte të shkonte në banjo dhe ishte pikërisht ai aty momenti kur shikon Bosetin. Pra, shikon një burr ku pikërisht ai burr që kishte parë në parking ishte pikërisht burri që ndodhej në sallën e gjyqit, pra Massimo Boseti. Sipas dëshmisë së saj, Boseti kishte ardhur atë ditë me një makinë ngjyrë gri dhe ishte takuar me një vajzë që nuk ishte më shumë se 15 vjeç dhe supozohej që të ishte Jara. Dhe në fakt ajo tregon që Boseti nuk ja ndante syt vajzës në asnjë moment, deri në kur vajza hypi në makinë. Nga ana tjetër kishte menduar që ndoshta janë babe bi dhe nuk I kishte dhënë shumë rëndësi. Por fakti që ajo kishte parë Bosetin dhe Jarën nuk është I jepte shpjegim të çështjes në fjalë, pra hetimin të fjalë, dhe mbi gjitha ngriti akoma më shumë pikpyetje. Çfarë marrëdhënie kishin ato me njëri tjetrin? Pse ishin takuar? Dhe mbi gjitha, çfarë kishte shtyr Bosetin që ta godiste Jarën në atë mënyrë dhe ta linte të vdiste në fushë, gjithmonë nëse ka qenë ai. Të treja shkallat e gjykimit përfunduan më 12 tetor të vitit 2018 me konfirmim nga gjykata e kasacionit të dënimit me burgim të përjetshëm. Boseti nuk është deklaruar kur fajtor dhe nuk e ka pranuar asnjëherë dënimin e dhënë. Ai vazhdon edhe sot tek kësaj dite të mbajë versionin e një komploti. Mbrojtja e tij nga ana tjetër nuk dorëzohet dhe ka paraqitur disa kërkesa për rishqyrtimin e provave, por kjo gjë nuk është marrë kurrë në konsiderat sepse thuhet që ADN-ja nuk mund të analizohet më. Por në fakt ka disa zhvillime të reja dhe thuhet që gjykata ka pranuar kërkesën për rihapjen e çështjes dhe me sa duket çështja do të rihapet përsëri. Sigurisht tashmë kanë kaluar shumë vite dhe siç e dini ADN-ja është shumë delikate dhe duhet të ruhet në një mënyrë shumë të kujdesshme dhe nuk dihet nëse është ruajtur në këtë mënyrë apo jo. Pra miqtë mi, këto ishin gjitha informacionet që kisha në lidhje me videon e sotme. Më shkruani poshtë në komente mendimin tuaj në lidhje me këtë histori pasi një farë mënyre kam shumë dëshirë të di dhe mendimin tuaj. Unë ju përshëndes dhe ne do shihemi në videon e radhës. Deri atëherë, ciao!